10 drejtues mjetësh janë dëshkuar për shkelje të ndryshme të kodit rrugor gjatë ditës së enjte në rrugën e Arbrit. Njësia operacionale për sigurinë rrugore në varësi të drejtorisë së policisë rrugore u ndal këtë të enjte në qarkun Dibër, kryesisht në rrugën e Arbrit, në pikat e zeza ku ka patur aksidente së fundmi. Gjatë monitorimit me pajisje inteligjente si dron, radar, alkol testues, janë dëshkuar 10 drejtues mjetësh me masa administrative. Në objektivin e radarit të njësisë operacionale ranë 134 drejtues mjetësh që lëviznin me shpejtësi të normës së lejuar, 32 parakalime të gabuara të cilët u konstatuan me pajisje dron, si dhe disa drejtues mjetësh kryesisht të transportit publik u testuan për përdorim alkooli. Gjithashtu, oficerët e njësisë operacionale për sigurinë rrugore ndëshkuan me masa administrative 76 drejtues mjetësh për përdorim telefoni gjatë vozitjes dhe mosvendosje të rripit të sigurimit. Aksioni zhvillua në segmentin e rrugës së Arbrit në Gjoric, ku prej hapjes së tij për qarkullim janë regjistruar disa aksidente me pasojë në humbje jete njerëzore.